Projekt ligji i propozuar nga Ministria e Drejtësisë për disa ndryshime në kodin e procedurës penale nuk ka gjetur mbështetje tek ekspertët e fushës. Sipas tyre, kalimi të gjithë veprave penale ku parashikohet korrupsioni për hetim dhe gjykim pranë prokurorisë për krimet e rënda është një absurditet. Duket absurde që një sër veprash penale për cilat janë hetuar dhe gjykuar nga gjykatat e shkallës së parë, aktualisht sot me projekt ligjin e ri i marrë për kompetencë gjykatat e shkallës së parë për krimet e rënda. Të konsiderosh korrupsionin krim të rënd, atëherë vrasja çfarë do të? Sot vrasjet në Shqipëri janë prapur në një mas të gjerë, por që të lëmë vrasjet në gjykatat e zakonshme dhe korrupsionin që është një vepër penale, do se ka rrezikshmërinë e saj shoqërore, por ta çojmë për kompetencë gjykatës së krimeve të rënda, mendoj që artificialisht po rrisim rrethin e kompetencave që ka kjo gjykatë. Është absolutisht e panevojshme dhe nuk është argumentuar edhe në relacionin që është paraqitur që shoqëron vendimin e qeverisë për ndryshimet në kodin e procedurës penale, nuk del nevoja e domosdoshme për këto ndryshime. Ky është një ndryshim mekanik dhe jo i studiuar dhe nuk janë të diktuara nga nevoja e domosdoshme e luftës kundër kriminalitetit. Askush nga qytetarët shqiptar nuk kanë dëgjuar as edhe një fjalë për ndonjë strategji antikorrupsion, përveç propagandës, përveç show televizive, përveç gjithë demagogjisë që bën nga qeveria, nuk kemi parë. Me tritol çdo mëngjes nuk luftohet korrupsioni. Përkundrazi, mbulojnë provat e krimit. Sipas tyre, edhe ngritja e strukturës hetimore pranë Këshillit Ministrave e njohur me emrin Byroja Kombëtare e Hetimit është një veprim antiligjor. Është një organ ekstra, special, do thoja. Është antikushtetues. Për më tepër që kjo Byroja Kombëtare e Hetimit, sipas relacionit që ka paraqitur qeveria, bëhet një instrument në duart e Këshillit Ministrave për të goditur cilin do person që mund të jetë publik ose jo publik, që është i përfshirë në politik ose që mund të përfshihet në politik dhe që mund për interesat të caktuara politike. Sipas nenit 148 të Kushtetutës, prokuroria ka ekskluzivitetin e ushtrimit të ndjekjes penale. Askush tjetër. Nuk mund ta bëj prokurorin kryeministri sado i gjatë që të jetë, sado i mençur që të jetë, sado i paaft që të jetë, sado ignorant që të jetë. Nuk e bën dot. Luigi 14 e bënte. Sot me këtë kushtetutë që ne kemi, e cila është kushtetutë e një republike parlamentare, hetimin e bën prokuroria. Sipas ndryshimeve të propozuara nga Ministria e Drejtësisë, Byroja Kombëtare e Hetimit që do të ngrihet pranë Këshillit Ministrave do të hetojë presidentin, kryeministrin, ministrat, deputet dhe anëtarët e gjykatës lartë dhe asaj kushtetuese.